Ka kaluar në çdo institucion ku paraja publike rreth si lum dhe ka lënë pas vetëm gjurmëdosjesh penale, por asnjëherë nuk është ndaluar. Gentian Këri, xhambazi i tenderëve, ustai i pazareve të Ilir Metës dhe i preferuari i Edi Ramës, u rikthye sërish në kupolën e qeverisë disa kohë më parë. Por ky emrim kaloi pa bujë, sikur të ishte gjëja më normale që një njeri me 5 dosje penale të vendosej në krye të sekretariatit të përgjithshëm të Ministrisë së Financave. Pas 6 muajsh si zëvendës kryetari i Bashkisë së Tiranës, kryeministri e çoi aty ku i përket sipas logjikës së tij, duke i dhënë në dorë çelsat e arkës së shtetit një njeriu që numëron 5 dosje penale. Përfshir një hetim të spakut për PPP-n e sterilizimit. Ky emrim mbart një peshë të qartë, një sinjal që u dërgua për të gjithë ata që ende besojnë se institucionet publike mund të funksionojnë pa mbikëqyrjen e duhur, por sinjali u injorua, u harrua, u mbulua nga zhurma e përditshme e politikës. Gentian Këri nuk njihet për ndonjë ekspertizë financiare apo integritet administrativ, edhe gjithë karriera e tij nga shefi i tenderëve në Bashkinë e Tiranës, kur kryebashkiak ishte vet Rama, te kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, sekretari i përgjithshëm në ekonomi e më pas në infrastrukturë, e deri te zëvendës drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ka një vit të vetme të pandërprer. Vendoset gjithmonë aty ku nënshkruhen kontratat dhe shpërndahen miliardat dhe gjithmonë pa përjashtim, pas tij vin dosjet. Tani ky snaf punëbaruar i legëve, siç e quani në korridoret e qeverisë, u ul në karrigen e sekretarit të përgjithshëm të financave dhe nuk ka pse të habitemi nëse ashtu siç ka ndodhur në çdo institucion tjetër. Ka hyrë edhe në kompetencat e ministrit Petrit Malaj për të mbyllur pazaret e rënda, sepse kjo është e vetmja aftësi që i njihet, të finalizojë marrëveshjet dhe të bëjë batërdi me fondet publike. Por ndërkohë që Gentian Këri u ngjit sërish në shkallët e pushtetit dhe askush nuk foli, një kompani që mbante të njëjtin mbiemër, Arkon Studio, kishte fituar 6 tender nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit pikërisht gjatë viteve kur ai ishte kreu i tenderëve të këtij institucioni dhe vlera e përgjithshme e ofertave fituese kap shifrën 1.755 miliard lekë ose rreth 17 milionë euro. Kjo kompani zotrohet nga Erion Këri, i cili sipas burimeve është kushëriri i Gentianit dhe në 6 vitet e Gentian Kërit në FSHZ, Arkon Studio mori kontratë pas kontrate. Tenderi i konvikteve i gushtit 2019 ku fituesi nuk ishte oferta më e ulët dhe të gjithë konkurrentët e tjerë u skualifikuan. Tenderi i qendrave të ekselencës i dhjetorit 2020, ku 6 nga 8 konkurrentët u hoqën nga gara dhe 2 marrëveshje kuadër për rigjenerimin urban, të dyja të modifikuara me shtesa prej rreth 20%. Pikërisht nën pragun që do të detyronte një tender të ri duke i sjellur Arkon Studio edhe bashkimeve ku bën pjesë 184.9 milion lekë shtesë pas një procedurë të re prokurimi. Po aq befasuese është edhe logjika e skualifikimeve në këto tender. Në tenderin e rajonit 4, një nga zonat e Tiranës të përfshira në programin e rigjenerimit urban, një operator u skualifikua me arsyetimin se kapacitetet e tij ishin tashmë të angazhuara në tenderin e rajonit 1 dhe 2, ku ishte renditur i pari, ndërsa 2 operatorë të tjerë u përjashtuan sepse kishin zënë rajonin 3. Në këtë mënyrë, Arkon Studio me modeste SHVK siguruan rajonin 4 dhe një vit më vonë njëjti mekanizëm u përsërit për të marrë edhe rajonin 3 dhe 4 së bashku, një skem që të kujton më shumë një ndarje tryeze se sa një garë konkurruese. Në kontratën për qendrat e ekselencës, Arkon Studio mori përsipër rinovimin e godinës së vet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Pra kompania e kushëririt të Gentian Kërit u pagua për të ndërtuar selinë e institucionit ku ai drejtonte tenderët, një detaj që flet vet. Por historia nuk mbaron me kaq, sepse Arkon Studio është aktualisht në pritje të finalizimit të një leje ndërtimi për një projekt gjigant në Shkozë, Victoria City, një kompleks rezidencial me 1, 2, 4, 5, 6 dhe 7 kate mbi tokë dhe 1, 2, 3, 4 kate parkim nën tokë. Pra projekti i madh, leja në pritje dhe si rastësisht kompania e kushëririt të njeriut që sapo u bë sekretari i përgjithshëm i financave. Erion Këri, ortaku i Arkon Studio, ish kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare nën siglën e Partisë Socialiste në Berat, një nga pinjollët e familjes Këri me bazë në Kuçov, ku antarë të saj kanë qenë deputet, kryetar bashkie dhe drejtor të rëndësishëm në Tiranë, socialistë të vetuar, siç do të thoshin në gjuhën e tyre. Erion Këri si presidenti i Federatës së ping-pongut të shumë i afërt edhe me Fidel Yllin, me cilin shfaqen së bashku në evente të koksh. Pra kemi një sekretar të përgjithshëm të financave me 5 dosje penale, i cili ka kaluar vitet duke drejtuar tenderët në institucionet më të pasura të shtetit. Ndërsa gjatë kësaj periudhe, kompania e kushëririt të tij ka fituar mbi 17 milionë euro kontrata nga pikërisht ai institucion. Ka marrë shtesa pa tender dhe tani po pret lejen për një kompleks gjigant në Tiranë dhe vetë kushëriri Erion Këri u kandidua për deputet të Partisë Socialiste duke e forcuar edhe më shumë pushtetin e kësaj familje në të dyja anët e tryezës, ato të biznesit dhe ato të politikës. Gentian Këri ka ndëruar më shumë institucione se sa dosje ka ndëruar gjykata. Kur qeveria miratoi amnistin penale, ministri i drejtësisë Toni Gogu garantoi se askush që përbënte rrezik për shoqërinë nuk do të përfitonte. Ai e paraqiti ligjin si një mekanizëm që do të ndante të dënuarit që kishin përmbushur qëllimin e dënimit nga ata që vjonin të ishin të rrezikshëm. Por sot mund të thuhet me plot gojë që amnistia është përdorur për të nxjerrë nga qelia personazhe të rrezikshëm të botës së krimit. Dje dolën nga qelia mbi 300 persona të dënuar për krime të lehta. Mirë po emri i personazhit kyç që u lirua u mbajti fshehtë. Sipas burimeve nga burgu i Reçit, është liruar Sokol Sanxhaktari, i dënuar për vrasje,
një personazh i njohur prej vitesh për përplasjet me drejtësinë dhe i përmendur vazhdimisht në kronikën kriminale të Elbasanit. Sanxhaktari është liruar nga qelia pasi ka përfituar ulje dënimi nga amnistia penale e kësaj qeverie. Ai ishte i dënuar me 15 vite burg për vrasjen e Florian Lamçës, dënim që pas gjykimit të shkurtuar u ul në 10 vite burg. Në prezantimin e ligjit, Ministri Toni Gogu deklaronte se nga amnistia nuk do të përfitonin persona të lidhur me krimin e organizuar, korrupsionin, terrorizmin, trafikun, pastrimin e parave apo vepra të tjera me rrezikshmëri të lartë, duke theksuar se ky nuk është ligj për të harruar krimin, është ligj për të dalluar me saktësi juridike dhe me përgjegjësi shoqërore, mes atij që vazhdon të përbëjë rrezik për shoqërinë dhe atij të cilin shteti vlerëson se qëllimi i dënimit është arritur. Megjithatë, lirimi i sanxhaktarit e njollos amnistin, pasi bëhet fjalë për një emër që historia e tij me drejtësinë nuk nis me vrasjen e Florian Lamçës. Dosja penale e tij shtrihet prej më shumë se një dekade. Në vitin 2008 u dënua për kundërshtimin e forcave të rendit. Në vitin 2010 mori 3 vite burg për plagosje, për plagosjen e Miklaid Llatjas dhe Erion Kardhoshit. Procedim që u pushua pasi dëshmitarët të roqën deklarimet. Një nga episodet më të njohura lidhet me marsin e vitit 2011, kur policia tentoi arrestimin e tij pranë lokalit shtëpia e Arit Seko në Elbasan. Në ato moment, sanxhaktari ndodhej së bashku me personazhe të tjerë të botës së krimit. Operacioni degeneroi në përplasje fizike, ndërsa sanxhaktari arriti të largohej dhe qëndroi në arrati për rreth 6 muaj. Në fund ai u dënua vetëm për armbajtje pa leje, ndërsa akuzat për kundërshtim të policisë ranë në gjykat. Ngjarja për të cilën e u dënua me burg ndodhi në korrik të vitit 2020. Fillimisht u tha se gjatë një konflikti në një lokal në Elbasan, sanxhaktari dhe Adriano Hajdari goditën Florian Lamçën me shishe, karrige dhe sende të forta, duke i shkaktuar plagë që rezultuan fatale. Por sipas dosjes gjyqësore dhe përgjimeve ambientale, Lamço u torturua deri në vdekje nga sanxhaktari, pasi dyshohej se kishte vjedhur 10 milion euro nga Rozafa City të oligarkut Gjergj Luca. Madje flitet se Luca i kishte premtuar sanxhaktarit gjysmën e shumës nëse ai e gjente dhe kthente parant. Por teksa Gjergj Luca nuk u hetua kurrë, tani del nga qelia edhe sanxhaktari. Përtej dosjeve penale, sanxhaktari ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes edhe për shkak të lidhjes familjare me ish kryebashkiakun socialist të Elbasanit, Qazim Sajdini, pasi është dhëndri i tij. Sipas të dhënave, ai ishte 123 në listën e përfituesve në amnisti. Më herët kishte përfituar edhe 90 ditë ulje dënimi, ndërsa kërkesa e tij për lirim me kusht ju rrëzua nga gjykata. Lirimi i tij rikthe në qendër të debatit pikërisht pyetjen që shoqëroi miratimin e amnistisë penale, apo zbatohet ligji vetëm për persona me rrezikshmëri të ulët, siç premtoi qeveria, apo në listën e përfituesve, po përfshihen edhe emra me histori kriminale të gjatë dhe të dënuar për krime të rënda, si vrasja. Për herë të dytë brenda pak javësh, kompania e cateringut Sorial dele pastër nga analizat laboratorike, ndërsa 10 studentë e Akademisë së Sigurisë përfundojnë në spital me shenja elmimi. Paradoksi mbetet i njëjtë, nëse ushqimi rezulton brenda normave dhe kushtet higjieno-sanitare janë në rregull, atëherë kush i helmoi studentët? Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vendosur të zhbllokojë aktivitetin e kompanisë Sorial, pasi analizat e kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë rezultuan konforme me standardet e sigurisë ushqimore. Sipas AKU-s u analizuan gjithsej 33 mostra ushqimore dhe tampon higjenik, ndërsa më pas kompania kreu edhe analizat e vetkontrollit për ambientet, pajisjet dhe punojësit. Edhe kontrollet e përsëritura të kryera më 10 korrik rezultuan sipas institucionit brenda normave, duke çuar në heqjen e masës së pezullimit dhe rifillimin e aktivitetit në kuzhinën e garnizonit Skënderbej. Në vijim të ndjekjes së problematikës në subjektin Sorial në adresën Akademia e Forcave të Armatosura garnizoni Skënderbej, për cilin ishte marrë masë me ndërprerje aktiviteti, subjekti Sorial ka bërë analiza autokontrollit tampone ambiental të ambienteve, pajisjeve dhe punojësve të cilat kanë dalë konform kërkesave ligjore. AKU më 10/7/2026 pas njoftimit të subjektit për rezultatet e analizave të vetkontrollit ka kryer inspektim në adresën Akademia e Forcave të Armatosura garnizoni Skënderbej, gjatë së cilit ka marrë sërish 3 monstra tampon ambiental, të cilat u dërguan për analizim pranë laboratorit të ISUV. Me daljen e rezultatit të analizave konforme për kushtet e higjienës dhe të sigurisë ushqimore, për monstrat kontroll zyrtar të kampionuara më datë 25/6 dhe të monstrave të marra më datë 10/7 në subjektin Sorial në adresën Akademia e Forcave të Armatosura garnizoni Skënderbej, AKU ka kryer zhbllokimin e aktivitetit të subjektit Sorial dhe OBU si lejohet të vijojë ushtrimin e aktivitetit të gatimit të ushqimeve në ambientet e kuzhinës që ndodhet brenda ambienteve të garnizonit Skënderbej, shprehet AKU. Por vendimi ngre sërish të njëjtën pyetje që u ngrit edhe pas rastit të parë. Si është e mundur që 10 student përfundojnë në spital ndërsa analizat dalin të gjitha konforme? Helmimi i 64 studentëve në qershor nuk ishte një episod i izoluar. Vetëm një muaj më parë në maj edhe 52 studentë e Akademisë së Sigurisë u paraqitën me të njëjtat simptoma, ndërsa dyshimet ranë mbi të njëjtin kompani. Edhe atëherë aktiviteti Sorial u bllokua përkohësisht, por pezullimi zgjati vetëm pak ditë dhe kompania rifilloi punën. Historia megjithatë shkon shumë më pas në kohë. Më 18 maj 2015, 63 studentë e Akademisë së Policisë
Energjisë u helmuan pasi konsumuan ushqimin e furnizuar nga e njëjta kompani. 6 vjet më vonë, më 3 mars 2021, 30 studentë të tjerë përfunduan në spital në një tjetër episod të ngjashëm. Më 6 maj u regjistrua rasti i tretë, ku 56 studentë u helmuan sërish. Pak javë më vonë erdhi edhe rasti i katërt me 64 studentë të tjerë. Në të 4 episodet ushqimi është furnizuar nga kompania Sorial. Megjithatë, kompania ka vijuar aktivitetin dhe kontratat publike. Sipas të dhënave zyrtare, deri në fund të vitit 2025, Sorial kishte fituar 75 tender publik me një vlerë totale prej 4.2 miliard lekësh. Edhe pas helmimit të fundit, hetimet nuk prekën kompaninë në tërësi. Policia arrestoi kuzhinierin Kujtim Ballxhini dhe teknologen e ushqimit Kristiana Plaka, ndërsa administratorja Alma Tafani u shpall në kërkim. Megjithatë, pas daljes së analizave laboratorike, AKU vendosi të heqë bllokimin e subjektit dhe të lejojë rifillimin e aktivitetit. Sorial është kompania që siguron cateringun për Akademinë e Sigurisë, por kontratat e saj shtrihen edhe në institucione të tjera publike përfshirë kopshte dhe çerdhe. Ndërsa aktiviteti i kompanisë zhbllokohet edhe një herë, mbetet ende pa një përgjigje pyetja që ka shoqëruar të gjitha episodet e helmimeve ndër vite. Nëse ushqimi dhe kushtet higjienike rezultojnë gjithmonë sipas standardeve, atëherë çfarë i dërgon vazhdimisht studentët në spital? Projektligji i qeverisë për ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e tokës bujqësore, i cili u miratua dje në Kuvend, ka hapur një debat të fortë politik, jo vetëm me opozitën, por edhe brenda vetë Partisë Socialiste. Për herë të parë, majoranca propozon që toka bujqësore të mund të përdoret edhe për aktivitete agri-fotovoltaike dhe parqe eolike, ndërsa kriteret se cilat toka do të përdoren dhe si do të jepen do të përcaktohen më pas me vendim të Këshillit të Ministrave. Ndryshimet parashikojnë që qeveria të vendosë rregullat për përdorimin e tokës bujqësore për impjantet agri-fotovoltaike dhe eolike në toka me bonitet deri në 8, si edhe mënyrën e monitorimit dhe tarifat që do të paguajnë subjektet që prodhojnë energji. Por pikërisht kjo pikë ka ndezur alarmin. Gjatë shqyrtimit në Komisionin e Ligjeve, kundër projektligjit doli jo vetëm opozita, por edhe deputeti socialist Damian Gjiknuri, ish ministri i Energjisë. Ai kundërshtoi nenin që lidhet me parqet eolike, duke argumentuar se këto impjante kërkojnë struktura masive betoni dhe nuk mund të konsiderohen të padëmshme për tokën bujqësore. Debati me ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja u tensionua deri në atë pikë sa Gjiknuri braktisi mbledhjen e komisionit. Edhe opozita ka ngritur dyshime se pas ndryshimeve nuk fshihet një kërkesë e Bashkimit Evropian, por interesa konkrete biznesi. Deputetja Jorida Tabaku paralajmëroi se ndërsa bujqësia shqiptare ndodhet në krizë dhe fermerët përballen me mungesë fondesh, qeveria po hap rrugën që edhe toka bujqësore të përdoret për parqe fotovoltaike dhe eolike pa kritere të qarta. Këto dyshime ushqehen edhe nga mënyra se si është zhvilluar deri tani biznesi i energjisë fotovoltaike në Shqipëri. Vitet e fundit ndërtimi i parqeve fotovoltaike është kthyer në një nga sektorët më fitimprurës. Në argumentin e tranzicionit të gjelbër, qeveria ka miratuar një seri projekte shumëvjeçare për kompani që në shumë raste lidhen me emra të njohur të biznesit pranë pushtetit. Vetëm në një mbledhje të fundit të Këshillit të Ministrave u miratuan 3 projekte të mëdha, një park fotovoltaik 70 MW në Savër të Lushnjës për kompaninë 3X Energy, një park 50 MW në Sarand për Park Solar Energy dhe një tjetër park 54 MW në Poliçan për kompaninë X1. Pas 3X Energy qëndrojnë Agim Xhindoli dhe Adrian Dula. Ky i fundit është njohur publikisht si personi që i vënë në dispozicion kryeministrit Edi Rama studion ku ai realizon punimet e tij me qeramik. Ndërkohë Agim Xhindoli rezultoni përfshirë edhe në kompaninë Park Solar Energy, e cila mori një tjetër projekt fotovoltaik në Sarand. Po aq domethënës është rasti i kompanisë X1. E krijuar në vitin 2021 me një kapital prej vetëm 10.000 eurosh, kompania ndryshoi profil pasi në vitin 2024 ortaku bë biznesmeni Ilir Trebicka. Pas kësaj X1 nisi të përfitojë një sër vendimesh të favorshme. Fillimisht mori 137 hektar tokë shtetërore në zonën Baqel Kodhel të Lezhës me status investitor strategjik, më pas një tjetër kompani e lidhur me të njëjtat emra, Grand Park Skyline, mori leje për ndërtimin e trekullave pranë Gardës Republikës, ndërsa tani u miratua edhe projekti fotovoltaik në Poliçan. Lista nuk mbyllet këtu. Në vendime të tjera qeveritare kanë marrë licenca apo miratime edhe kompanisë si Technofire e Gramos Çeikut, Kronos Konstruksione Vasiljovanit dhe Solon Energy Agron Kovacit. Një tjetër rast që ka ngjallur debat është ai i kompanisë Dion Energy. Në pronësi të Amantia Xhafaj dhe Ditjon Baboçit, vajza dhe dhëndrish ministrit Fatmir Xhafaj, së bashku me Artan Sakon, vëllain e ish drejtorit të Gardës Gramos Sako. Kompania përfitoi tokë shtetërore në zonën e Topoj Semanit për ndërtimin e një parku fotovoltaik dhe më pas u licencua nga enti rregullatori i energjisë për prodhimin e energjisë. Në këtë sfond, projektligji i ri për tokën bujqësore është një hap tjetër që mund të zgjerojë hapësirën për projekte energjetike mbi sipërfaqe të destinuara për bujqësinë. Qeveria argumenton se bëhet fjalë për zhvillimin e agri-fotovoltaikëve dhe energjisë së rinovueshme, ndërsa kundërshtarët paralajmërojnë se ndryshimet mund të krijojnë një tjetër mekanizëm për kalimin e tokës bujqësore në funksione të tjera, në një kohë kur sektori i bujqësisë po përballet me një nga periudhat më të vështira të viteve të fundit.